Rënja e ndjeshme e nivelit të ujit ka krijuar vështirësi serioze për vaditjen e tokave bujqësore në Bashkinë Roskovec, në një periudhë kur kulturat bujqësore kanë nevojën më të madhe për ujë. Mungesa e ujit po rrezikon prodhimin dhe po u shkakton humbje ekonomike, ndërsa temperaturat e larta dhe mungesa e rreshjeve rëndojnë edhe më tej situatën. Jashtëkamerës specialisti i bujqësisë ka pohuar se niveli i ulët i ujit nuk lejon furnizimin normal të kanaleve vaditëse nga pompat e ujit, duke lënë pa ujitje sipërfaqe të tëra të mbylla me perime, foragjer, pemtor dhe kultura të tjera bujqësore. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse për menaxhimin e burimeve ujore, me qëllim garantimin e ujit për vaditje gjatë sezonit veror. Ekspertët kanë paralajmëruar se periudhat e gjata pa rreshje dhe temperaturat e larta ndikojnë drejt për drejt në uljen e prurjeve ujore, duke vënë në rrezik furnizimin e sistemeve të ujitjes. Në të kaluarën janë ngritur shqetësime të ngjashme për rezervat ujore që furnizojnë tokat bujqësore në zonën e Roskovecit dhe Fierit. Fermerët apelojnë që të merren masa sa më shpejt, pasi çdo ditë vonesë mund të përkthehet në dëmtime të pakthyeshme të kulturave bujqësore dhe në ulje të prodhimit të këtij sezoni. Sipas specialistëve të bujqësisë, një nga faktorët që ndikon në uljen e prurjeve të ujit për vaditje është edhe mbyllja e portave të hidrocentralit të Banjës, e cila sipas tyre kufizon sasinë e ujit që arrin në rrjedhën e poshtme të lumit. Megjithatë, ky është një pretendim që kërkon një qendrim zyrtar nga institucionet përgjegjëse për administrimin e hidrocentralit dhe burimeve ujore.